That's good, bro. Nuk jam këtu të flas për kozin o kozetën, valla. Like gëzohem, man. I don't think se keni kuptuar deri tani, valla. Në këto fragmente jam me u rejtër në TikTok, që kishin dal 1000 komentet e Top Channel, bro. E kishin shkruajt 1000 veta vetëm urrejtje, inshallah vdes, inshallah ta vrasin, this, that. Tek Buxhi. Gucci clips, thank you, bro. I know, man, but kush po I bën intrigat? I don't know. Everyone's making intriga in it, që pa nga qa shikoni vlla, vetëm jam in it. Vetëm me Zotin po heci, vlla. Jepi gaz me qa, vlla. Jam vetëm një njeri, bro. La me qa I me I vën gaz, bro. Jam duke los futboll në skuadër kundra 11 e vetëm jam po los portier, mbrojtës, midfield, sulmues. Kena në joke thing, bro, për çfarë? Vënë rrife njerëzit. Vënë rrife njerëzit, bro, hanë ndonjë plëm, kanë nga 10.000 veta në live ditë për ditë. Kam pa 3 atentate në jetën time, bro, brenda 6 muaj plus e më spionuan e më futën në burg. Man still here, bro, dalin 1000 veta shkruajnë inshallah this, that. It's become a bit of a joke thing, bro. Dikush ma bëri intrigën me vërtet, bro. Dikush ma ka bërë intrigën, sto. Yes, that's in pak para with likes and shares. I had some qik para me likes and shares, janë. Come me forward with some likes and shares, huh? Faleminderit, thank you guys, man. Mbyll TikTok-un, vlla, m'liv plumat, se po të ikin gjithë plumat, do të ngeli kafasi poshtë. Nuk e kuptoj këtë shaka, bro, për Zotin, it's just dead, fam. Dead joke, bro.
you so much. Luziana, faleminderit. Sabi, përshëndetje Sabi. Doni me pa diçka. Shiko sa kushton cigarja në Angli. 18 pound kushton pakete duhanit në Angli, vëlla. Sa i bje me lek shqiptare, gati 20.000 lek. 20.000 lek pakete duhanit në Angli. Më nisën me postin e akoma s'kam britur në Angli, jam akoma në Paris. Alex salam të rim. Seeing the CCTVs is a madness of guys running. You get it, bro. Guys on here getting one slap or rushed and beaten up, and they're getting 5,000, 10,000 people. I was having 80k people on live, bro. I've been fighting for my life to try and keep this ship going, bro. I've had 3 attempts on my life in the past 6 months over this flipping audience, over clout chasers, and I'm still getting hated on, bro. Joke thing, fam. Alhamdulillah, indeed, fam. Yo, what was my dad saying yesterday? Oh, Chris, that was your dad I saw. Nice, man, he was cool still. I wanted the picture. I took a picture of your dad if it's you, or I don't know if you're trolling me, bro. Your dad was cool, man. Your dad was cool still. Takova babin të ndje. Isha nga Parisi, po blija sa roba. Edhe pash babajnë e këti djalit. Babajnë e këti Krisit. Stop doing the TikTok thing. I can't work, bro. Qa tjetët perdo. Qa tjetët me bëjnë, nuk mund punoj, vla. Punës me jep njeri, kam problemet pasojat e jetës, pasojat e burgjeve. I didn't want the clout, bro. I just came here for, you know what? I done a course on, bëra një kurs on personal training in it. Mora një diploma, mora diplom nivel 3, paka shumë diplom në sporti. Edhe më fanë futu në social media, me zën klienta in it. Joke thing, fam. Për zotin më mirë isha duke të ndajnë trupe, e shisja në një cigare. Sigur 10 cigare në ditë shisja rëpt isha më mirë se sa jam njeris me njifte. 5 vjet isha larguar nga rrjetet e socialeve, isha larguar nga helbenjanzi, nga tëra lumrin të lumrave. Falesha 5 herë në ditë, stërvitesha 2-3 herë në ditë. Edhe me qasë më bën intrigën TikTok. I know, e di dhe vetër, e di që kishin shumë gjelozire. No, jam në Paris, po pres me u kthy në Angli.
Ka filluar plagat ma rrjedhi qelp shumë, po nxje shumë qelp plagar. It's bringing pasta, po nxje shumë qelp. You need to go Mekka, Inshallah, bro. I'll be in Bruce Lee. So no, it's okay. I'm getting movement back. I had no movement. It just used to freeze. But shumë faleminderit për doktorët në Durrës, doktorata e Durrësit dhe shefat që filluan, imagjinoj më shumë me nerva po bëheshin shefat kur m'ngeste dora. Shefat e policisë në Durrës, bro. Më shumë filluan bëheshin me nerva se s'lëvizja dorë. Në funi lëvizja dorë se t'kapën, bro. Bro, ndeta tërë natën po mbanin shefat e policisë Durrësit me muhabet, bro. Po ishte një shef për zotin gjante aq shumë me xhaxhan tim, vlla. M'vinte tërë nerva, mbërtiste, foshte lëvizje dorën se t'zurër. Bro, m'ngecte dora, vlla. Mua m'kishte kaluar plumi këtej për këtej. Ai vinte e foshte, bro, lëviz dorën se t'zura, vlla. Unë i po provoj, po m'ngec. Mos e mbliv me dorën, foshte, hapi gishtat. Policia e shtetit, respekte, man. Policia e shtetit në Shqipëri shumë respekte, man. Mjekët e Durrësit, faleminderit. Tani s'di çfarë them policia e shtetit, valla. Nuk pash gjë, man, se di kush ishte. Po seriozisht, ti pjes një gjë. Qa ka i mut vangjel që është në frikos aq shumë? Qa ka vangjeli që është në... O, vangjo! Narben, I'm good, bro, man. I'm just healing, I'm getting movement back on my hand. And vemi për 1000 veta, people. Let's go for 1000. Like and share, everyone. E keni par videon, yes. Si ju duka në veprimin e video, bro. You lot seen the video. How was my reactions? How was did it seem like how my life actually is? Or Trego Crown. Yeah. Go foot këtu, bro. It's comma A, fam. Bullets come through here. And my back, I've got 3 spheres, like round spheres. My hand where they try to stab me in my neck. Yeah, it was scary still. Honestly, man, lots of people in their lives over this. I thank God I was quite fortunate. To be honest with you, I fought back. There's 2 parts to the video. That's the one video that's released from CCTV. And there's another one. I fought back, I'll be honest with you, man. The only thought that was going through my head was I'm cornered. I might as well just go out strong, man. For what? Jealousy, bro. Gucci. Kur m'dovën, bro, është pak si tronditje, vllajne. But obviously, Trusay has become, I'm kind of getting used